Kjo është receta e tiramisus italiane që unë e përgatis shumë shpesh në familjen time dhe me të vërtet na shijon shumë. Le të fillojmë me një herë me përgatitjen. Ne duhem 5 kokra vezë, pana për ëmbëlsira, mascarpone, biskota savoiardi, Nescafe, sheqer dhe vanilje. Për masën me saktësi do e shkruaj poshtë në përshkrim. Marrim vezët dhe ndajmë të verdhat veç dhe të bardhat veç. Tek të verdhat vendosim sheqerin dhe vaniljen, ndërsa tek të bardhat vendosim në mikser me pak sheqer dhe i rrahim derisa të bëhen shkumë e bardhë. Marrim një tenxhere, mbushim me ujë dhe vendosim në zjarr dhe përzijim masën e vezëve derisa të na bëhet një shkumë e tillë të pasterizohen vezët. Dhe ky proces mund të zgjasë 5 deri në 10 minuta. Më pas tek të verdhat e vezëve hedhim kremin e mascarpones që përgatitëm dhe i përzijim derisa masa të na bëhet një trajtshme. Marrim kremin e mascarpones e hedhim tek të bardhat e vezëve duke e përzierë. Më pas marrim kremin e panës, e përzijmë dhe këtë me mikser, marrim qumshin, e vendosim në zjarr, i hedhim 3 lugme Nescafe derisa të na bëhet si kjo kafja këtu. Marrim biskotat savoiardi dhe i zhysim tek kafja derisa të na laget. I vendosim rjesht tek tava që kemi zgjedhur një pas një dhe më pas i hedhim shtresën e parë të kremit mascarpone. Më pas i bëjmë dhe një shtresë, sepse tava do ketë 2 shtresa, i rreshtojmë kështu një pas një dhe hedhim shtresën e dytë me kremin e mascarpones. E përhapim mirë derisa të gjithë biskotat të na jenë mbuluar. Unë e kam dizajnuar me këtë formën kështu, por ju mund ta lëni si të doni. E mbulojmë me qese përsipër dhe e vendosim në frigorifer për minimum 6 orë ose më mirë për një natë. Tavën e tiramisus e hapa të nesërmen, e dekorova me kakao pluhur përsipër, e kam prerë në copa dhe ishte fantastike. Shumë e lehtë në përgatitje dhe e shijshme. Ju bëftë mirë nëse e provoni.